26 deputet nga legjislatura e fundit në Kuvendin e Kosovës nuk kanë mbajtur asnjë deklaratë parlamentare gjatë gjithë legjislaturës, kështu thuhet në një raport të publikuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Këta të fundit ngrisin shqetësime serioze për ushtrimin efektiv të mandatit të deputetit dhe përfaqësimin e interesit qytetar në kuvend. Raporti gjithashtu thekson se mbi 40% e seancave parlamentare kanë qenë të jashtëzakonshme, gjë që sipas IKD-s tregon përdorim të shpeshtë të procedurave të përshpejtuara dhe kufizim të debatit substancial, kjo pasi shumë ligje janë miratuar me procedura të përshpejtuara, shpesh pa konsultime të mjaftueshme publike dhe pa trajtim adekuat të rekomandimeve të institucioneve të pavarura. Referuar raportit të publikuar dje, theksi bie edhe te një tjetër shqetësim, mos zbatimi i akt gjykimeve të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, duke e cilësuar këtë si një problem serioz për sundimin e ligjit. Instituti i Kosovës për Drejtësi gjatë publikimit gjithashtu bëri thirrje për më shumë transparencë, debat parlamentar dhe respektim të standardeve demokratike në legjislaturat e ardhshme. Kujtojmë se legjislatura 10 e Kuvendit të Kosovës u shpërbë me automatizëm, pasi deputetët nuk arritën që brenda afatit kushtetues ta zgjidhnin presidentin e vendit.